Agjërimi i ditës së dyshimit. A lejohet për besimtarin apo besimtaren që të agjërojnë ditën e dyshimit? Cila është dita e dyshimit? Dita e dyshimit është ajo ditë e cila mund të jetë dita e fundit e muajit Shaban, 30, por mund të jetë edhe dita e parë e muajit të Ramazanit. Për shembull, nëse një njeri apo një grup njerëzish ndodhen larg qendrave të banuara, nuk kanë mundësi komunikimi me të tjerët, nuk kanë mundësi të marrjes së informacionit se kur fillon muaji i Ramazanit dhe nuk janë të aftë dhe të mundur të shohin hënën. Për shkak për shembull se qielli është i mbuluar dhe hëna nuk duket. Dhe ata janë në fund të muajit Shaban. Dhe nesërmja tek ata mund të jetë ose Shaban 30 ose mund të jetë edhe Ramazan. Dhe duke qenë se janë në një gjendje të tillë, kur nuk mund ta ndajnë për çështjen sa do të jetë nesër dita e fundit 30 e plot e muajit Shaban apo do të jetë një Ramazan, a u lejohet atyre që ta agjërojnë me niyetin duke thënë se nëse është Ramazan, unë e kam gjetur të ditë me agjërim, dhe nëse nuk është Ramazan, atëherë thonë agjërimi im kalon në nafile. E sakta të dietarët duke nisur që nga sahabët edhe që është në mendimi i Umerit, Aliut, Ibn Abbasit, Abdullah ibn Mas'udit, Ebu Hurajres radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in, thonë se nuk lejohet agjërimi i një dite të tillë. Dhe argumenti për këtë është e theri që vjen nga Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili thotë: "Men sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Aba al-Qasim sallallahu alaihi wasallam." Ai i cili agjëron ditën në të cilën dyshon, pra ditën e dyshimit, sa është nesër një Ramazan apo është 30 Shaban, atëherë ka kundërshtuar Aba al-Qasim, dhe Aba al-Qasim është profeti alayhi salatu wassalam, dhe kjo është një nga kunjet e profetit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu hadithi i mëparshëm që përmendëm nga Abu Huraira, la tuqaddimu Ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn. Allahu subhanahu, profeti alayhi salatu wasalam thotë, mos e paraprini agjërimin e Ramazanit me agjërimin e një dite apo të dy ditëve. Është një tjetër argument i cili tregon se nuk lejohet agjërimi i kësaj dite të dyshimit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thotë: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Edhe ai i cili e prezanton këtë muaj, e arrin këtë muaj, atëherë le të agjëroj. Dhe gjendja për këta persona ose për të person është akoma e turbut, është akoma pa qartë. Nuk mund të thuhet se e kanë arritur muajin e Ramazanit me siguri, me vërtetësi, prandaj si të tillë nuk u lejohet atyre që ta agjërojnë një ditë të tillë me këtë niyet. Dhe nëse qëllon me të vërtetë që e nesërmja ka qenë Ramazan dhe i ka gjetur ata pa agjëruar, atëherë ata janë të justifikuar tek Allahu subhanahu wa taala për mos agjërimin e asaj dite, por kërkohet prej tyre që pas Ramazanit të mbajnë dhe të plotësojnë agjërimin e kësaj dite.